Valët e tronditjes po e shkundin Europën, ndërsa mediat kryesore po e ftojnë shampanjën, duke festuar me zell të pahishëm rënien e supozuar të Viktor Orban, një skandal me përmasa historike po zjen në sfond. Nga hiqi, sondazhet e dyshimta papritma se katapuluan partinë opozitare TISA në 56%, një shifër surreale, ndërsa partia Fides në pushtet portretizohet si parti e shtypur me vetëm 37%. Një tërmet politik ky? Jo, ky duket si një ekzekutim i inskenuar me kujdes, ekzekutimi i një qeverie sovrane. E vërteta e hidhur është shumë më e errët, pasi këto shifra nuk pasqyrojnë një votë demokratike, por duket të jenë një punë e llogaritur statistikore. Makina e propagandës po reklamon një pjesëmarrje të parashikuar të votuesve prej 89%, një shifër iluzive për një kombë, ndërkohë që rekordi i të gjitha kohërave për Hungarinë në pjesëmarrje ka qenë 69%. Këto nuk janë zgjedhje, por një përrallë e sajuar për të nxitur një narrativ të shkruar paraprakisht, se gjoja populli hungares papritmas ka bërë një kthes 180 gradë, por luani i Budapestit refuzon t'i mbyllë syt. Në një transmetim historik të drejtpërdrejtë, Viktor Orban ka thyer heshtjen dhe hedh poshtë këto rezultate si të pavlefshme, duke cituar prova të forta të manipulimit. Ai refuzon t'i përullet diktatit qendror të Brukselit dhe një motori globalist propagande, që ka vetëm një qëllim, eliminimin total të njeriut që guxon t'u thotë jo. Ursula von der Leyen mund të jetë duke festuar në dhomat e pasme të Brukselit, por ajo ka nënvlerësuar qëndrueshmërinë e një populli që refuzon të sundohet nga algoritmet dhe operativët e financuar prapakuintave. Betejë për shpirtin e Hungarisë sapo ka arritur pikën e vlimit. Qëndroni në kontakt me informacionet që merrni nga media e pavarur, sepse maska e demokracisë europiane sapo është grisur. Velloja më në fund është ngritur për të parë me sy një operacion destabilizimi në shkallë të pahasur më parë. Ajo që do të lexoni nuk është thjesht spekulim. Është përmbajtja shpërthyese e një dokumenti zyrtar për 160 faqesh nga Departamenti i Shtetit i ekspozuar së fundmi nga Kongresi Amerikan. Kjo dosje që media korporative në Londër, Paris dhe Berlin po përpiqet me dëshpërim të avaros, në një velloheshtjeje, është pistoleta e mashtrimit sistemik zgjedhor në të gjithë kontinentin evropian. Algoritmi i shtypjes, shërbime digjitale veprojnë si armë për muaj të tërë dhe në maskën e luftës kundër dezinformimit. Komisioni Evropian ka aktivizuar një protokoll lufte psikologjike të njohur si reagimi i shpejtë. Kjo nuk është një masë mbrojtëse, por një deklaratë e plot lufte kundër lirisë së fjalës. Kriza e pengjeve të platformave, mes gjigantëve të teknologjisë si TikTok, Meta dhe YouTube u detyruan të punonin krah për krah me verifikuesit e fakteve të financuar nga Unioni Evropian. Misioni i tyre është të identifikojnë, frenojnë, ndalojnë ose fshin plotësisht çdo përmbajtje që mbështet sovranitetin hungarez ose kritikon burokracinë e Brukselit. Ja dhe shifrat e turpit. Dosja zbulon më shumë se 100 takime sekrete të mbajtura në Bruksel që nga viti 2020. Asnjë proces verbal publik, asnjë transparencë dhe zero llogaridhënie ndaj qytetarëve. Në këto dhoma digjitale të mbushura me tym, teknokratë të pasgjedhur vendosën saktësisht se cilat argumente lejoheshin të shikonte apo lexonte populli hungarez në burimet e tij të lajmeve. Laboratori i Europës regjistron 8 zgjedhje tashmë të manipuluara. Sulmi ndaj Viktor Orban nuk është një incident i izoluar. Është arritja kurorëzuese e një strategjie pushtimi digjital. Raporti i Kongresit Amerikan përshkrua një listë të zezë të ndërhyrjeve zgjedhore ku makina e censurës së Brukselit u vendos me efikasitet vdekjeprurës. Në Holand, në vitin 2023 dhe në vitin 2025, ndërhyrjes zgjedhore të makinerisë së censurës së Brukselit u vendosën për të thyer rritjen e forcave patriotike. Në Polonia në vitin 2023 u orkestrua për të siguruar një ndryshim qeverie pro-Brukselit. Në Spanjë dhe në Belgjik, relativisht në vitet 2023, 2024 u përdorën për të neutralizuar zëra disident gjatë bisedimeve kritike të koalicionit. Në Francë në vitin 2024, narrativa e djathtë u bllokua nga platformat nën presion të drejtpërdrejtë europian gjatë zgjedhjeve legjislative. Në Gjermani në vitin 2024, e njëjta makineri punoi me shpejtësi të plotë kundër AFD-s dhe tashmë po rikalibrohet për votimin e ardhshëm federal. Në Greqi në vitin 2023, e njëjta makineri censure për ndërhyrje zgjedhore. Byti zërat kundër të zgjedhurit të Brukselit, Mitsotakis. Heshtja bashkëfajtore e mediave shtetërore është edhe më kriminale. Pse nuk keni dëgjuar për këtë raport prej 160 faqesh në lajmet e mbrëmjes nga ndonjë media? Pse nuk është titulli kryesor i çdo gazete të madhe kombëtare apo portali? Pikërisht ky informacion që vjen nga Shtetet e Bashkuara, sepse këto media janë ingranazhe thelbësore, kryesore në vetë makinën e Brukselit, që ekspozon raporti amerikan. Ndërsa Viktor Orban e vendosi këtë dosje në tryezën e Brukselit, duke vërtetuar të zezën mbi të bardhë,
nivelin e ndërhyrjes së huaj dhe teknokratike. Stacionet televizive vazhdojnë të recitojnë një skenar të paracaktuar, mbi mitin e një fitoreje demokratike. Në realitet, ata po mbronin një paket masive sanksionesh dhe ngrirjesh financiare që tashmë ndodhen në sirtarët e komisionit, duke pritur ta ezaurojnë Hungarinë në momentin që ajo do të refuzonte të dorëzohej. Ajo që po ndodh në Budapest është një paralajmërim i tmerrshëm për çdo qytetar të Perëndimit. Akti i shërbimeve digjitale të Brukselit është vetëm fillimi. Është një mjet për kontroll të plotë që mund të përdoret si armë në çdo moment kundër çdo partie opozitare, në çdo shtet anëtar. Strategjia është e thjeshtë dhe ndërhyrja është brutale, thellësisht antidemokratike, në kundërshti totale me të drejtën dhe lirinë e fjalës. Izoloni objektivin përmes censurës të teknologjisë së lartë. Mbyteni sferën publike me sondazhe të fabrikuara si shifra 56% e pastisë TISA. Legjitimoni grushtin e shtetit duke pretenduar rritje popullore të prodhuar në një laborator. Kjo është filozofia e manipulimit që buron nga Brukseli. Orbán tani nuk po lufton vetëm për vendin e tij. Ai po lufton një leviathan burokratik që kërkon të shndërrojë zgjedhjet në formalitete të thjeshta administrative, të validuara nga algoritme. Dosja për 160 faqesh është plani i krimit. Ta injorosh atë do të thotë të pranosh që vota jote e ardhshme është vendosur tashmë në Bruksel, para se të arrijë në kutinë e votimit. Ndërsa mjegulla e kësaj lufte mediatike trashet, duhet të pyesim: kush është njeriu që Brukseli po përpiqet me dëshpërim ta instalojë në fronin hungarez? Narrativa zyrtare e portretizon Peter Maguarin si një shpëtimtar demokratik. Ursula e përqafon dhe shtypi globalist e adhuron. Por pas fushatës së shkëlqyer të PR-it, fshihet një realitet krejt ndryshe. Një realitet i errët që media kryesore refuzon plotësisht ta raportojë. Kjo është hipokrizia e një kukulle të zgjedhur. Pse ka heshtje totale në lidhje me të kaluarën shpërthyese të Maguar? Në vitin 2023, ish-gruaja e tij, ish-ministre e drejtësisë Judith Varger, zbuloi një makt në familje, duke akuzuar Peter Maguarin për abuzim të rënd fizik, jo vetëm me duart e tij, por edhe me rripe godiste ai bashkëshorten. Shtojini këtyre sjelljeve: akuzat për tregti të brendshme, kontraband dhe abuzim me substanca. Nëse ndonjë kandidat konservator do të kishte një pjesë të këtij bagazhi cilësisht negative, karriera e tij do të zhdukej brenda natës. Megjithatë, Brukseli mbyll syt përpara këtyre fakteve dhe mbështet pikërisht këtë njeri. Mos është ky ai i përshtatshmi që ju duhet, që ju nevojitet? Pikërisht është ky i duhuri, sepse Maguar është kukulla e përsosur, një figurë e komprometuar e gatshme të shkëmbejë sovranitetin e Hungarisë për një vend në tryezën e elitës. Manuali Rumun u aktivizua. Ajo që po dëshmojmë faktet është kopja e saktë e një prove të keqe. Kujtoni Rumaninë në nëntor 2024. Një kandidat sovran fitoi në mënyrë tronditëse raundin e parë presidencial. Përgjigja e panikut e establishmentit në Bruksel erdhi me anulim në mënyrë të njëanshme të zgjedhjeve, duke përmendur ndërhyrjen ruse në TikTok. Megjithatë, hetimet e vet TikTokut nuk gjetën absolutisht asnjë provë të një fushate të koordinuar ruse. Tani, ky manual i përdorur në Rumani po shpaloset në Hungari, ku burime anonime të inteligjencës, agent fantazm dhe rrjedhje të sajuara informacionesh, të gjitha pa asnjë provë të verifikueshme, apo edhe gazetarët që drejtojnë këto pretendime për bashkëpunim të fshehtë me Rusinë. Dhe kjo është një lojë manipuluar në nivelin më të lartë. Rezistenca nuk do të thyhet, dhe establishmenti i Unionit është në panik për një arsye, sepse Viktor Orbán nuk është i vetëm. Ai mbështetet nga një aleancë e fuqishme udhëheqësisht sovran. Robert Fico, kryeministri i patrembur i Slovakisë, dhe Andrej Babiš, njeriu i fortë i Republikës Çeke, qëndrojnë fort në anën e Orbanit. Së bashku, ata kanë tërhequr një vit të kuqe të pakapërcyeshme. Mjaft më me para, mjaft më me armë për luftërat të huaja dhe zero tolerancë për diktatin e Brukselit. Jo vetëm kaq, Viktor Orbán ka mbështetjen e superfuqisë globale, Shteteve të Bashkuara. Ndaj dhe betejës post-zgjedhore ka për t'i shkuar deri në fund. Kjo histori e përshtirë zgjedhjesh të manipuluara nuk ka të bëjë vetëm me Hungarinë. Akti i shërbimeve digjitale të Unionit është arma përfundimtare e censurës masive. Nesër, pikërisht nesër, kjo makineri do të aktivizohet në Gjermani sërish kundër AFD-s dhe kundër çdo opozite të vërtetë. Orbán i hedh poshtë rezultatet e manipuluara, dhe kështu duhet të bëjmë edhe ne. Ndajeni këtë të vërtet me miqt, qëndroni zgjuar dhe duhet ta dini se lufta për një Europë të lirë fillon tani. Drejtuesit e pasgjedhur të Europës e kanë fundin tek pragu, dhe fundin do e kenë të shoqëruar me zemërimin dhe tërmibin e qytetarëve të nëpërkëmbur dhe të censuruar të Europës.
Mast Channel. Please subscribe.